Ditën e shtunë, më 5 prill, Xhamia Shqiptare e Torontos mbajti në Capitol Banquet Hall në Mississauga mbrëmjen tradicionale me rastin e Fitër Bajramit. Si zakonisht, kamera jon ishte e ftuar që ta pasqyronte këtë veprimtari dhe si shikohet edhe nga këto pamje, bie në sy pjesëmarrja e madhe si dhe një program i pasur tematiko argëtues që përfshinte edhe fëmijët. Me rritjen e numrit të shqiptarëve në Kanada dhe sigurisht edhe të atyre të besimit islam, Xhamia ka disa vite që ka konstatuar nevojën për një ndërtesë të vetën më të madhe se ajo ekzistuese në Ranimit, dhe veprimtari si kjo, drejtuesit e shoqatës i shfrytëzojnë për të rritur ndjeshmërinë dhe grumbulluar fondet e nevojshme. Mimbrama, vllazën e motra, të nderuar, ju faleminderit që keni ardhur të festojmë së bashku këtë Fitër Bajram. Ju lumshin këmbët. Si çdo herë, shumë e ma shumë jemi dhe sallat janë të vogla për ne. Kështu që dorë Zoti, Bajramin tjetër do jemi në vendin ton, në sallën e madhe, ku kemi hapësira edhe për fëmijët edhe për të rritur. Po fillojmë programin me një parahyrje dhe një urim nga imami jon i dashur, pastaj fëmijët do kenë një program të shkurtër me poezi dhe ilahi. Pastaj do jenë 2-3 fjalime edhe vazhdojmë me darkën. Të nderuar vëllezër dhe motra, e kaluam muajin e bekuar të Ramazanit. E di që shumica dërmuese e juaj kanë qenë agjërues, shumica dërmuese e juaj kanë qenë prej atyre që janë falur, përveç namazeve ditore edhe namazin e taravis, qoftë në xhami, qoftë edhe në shtëpi. Prandaj lutim Zotin fuqiplot që inshallah të na ketë pranuar Ramazanin në tërësi, ja Rabbi. Zoti kabulu a bëft të gjitha veprat tuaja, sadakan, vitrat dhe çdo gjë që keni bërë për hir të Zotit të Madhreshëm. Neve nuk dëshirojmë të zgjasim më shumë ashtu siç e potencoi edhe Dritoni. Inshallah, tani do ta kemi, ose do ta paraqesim para jush një program me fëmijët e xhamis, që janë fëmijë të rregullt që vijojnë kursin e mësim besimit në xhami. Programi është i larmishëm, ka elemente, domethënë, edhe kombëtare, edhe fetare. Prandaj e lutim Zotin Xheleshanu inshallah që ta ruaj atë dheun ton, ta ruaj kombin ton, dhe të na bashkoj zemrat tona në punë të mira dhe të mbara gjithmonë inshallah. Ju faleminderit. Mirëmbrëma. Unë jam Lina edhe kjo është Emi. Me emrin e Zotit, bamirëset, mëshiruesit, të nderuar mysafirë dhe prindër, me lejonit që përshëndesëm me selam aleikum, mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Në nxënësit e xhamis, pastor më jep mësim në xhamin ton, me ndimin e hoxhës dhe mësuesës, kemi arritur që të mësojmë gjërat elementare për fejen islame dhe për gjuhën tonë të bukur shqipe. Prandaj para jush vim me këtë program modest për festën e Bajramit dhe besoj se do të ndoni të kënaqur. I faleminderit Xhamin Shqiptar, kryesisë së saj, mësuesve tanë si dhe prindërve për mbështetje. Ne jemi shumë të lumtur që flasim shqip, që besojmë Zotin, nderojmë familjen, prindërit dhe mbarnjerëzit. E duam edhe unë, Shqipërinë tonë, dhe e duam Kanadanë e bukur. Të fillojmë me fjalët e Zotit të Madh. Flamurit të përbashkuar, me një dëshirë e një qëllim, të gjitha ti duke betuar, të lidhin besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është
Sot kallëzim bota islame, Kurane fretezane. Zohu, zohu, o muslimane, sot festojnë tutrin bajrame. Zohu, zohu, o muslimane, sot festojnë tutrin bajrame. Ramazanin me plot begatije, e për sollen e krenarije. Dua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e qirë, sa e letë, sa e tirë, sa e bukër, sa e gretë. Gëzuar Fiter Bajramin, uroj nga zemra, agjërimi t'ju jetë pranuar, lutjet t'ju jetë dëgjuar edhe t'ju realizohen. Ju bëfshim bekime dhe të mira në familje të gjithve. Jam shumë e lumtur që sot jam mes jush dhe pata nderin që të prezantohem edhe të njihem, sapo kam ardhur në Kanada dhe jam e magnitur nga një komunitet kaq i fortë dhe kaq i bashkuar. Edhe dy fish e privilegjuar sepse këtu janë shqiptar nga gjitha trevat. Ne jemi shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, Maltësi, në Luginën e Preshevës. Ne jemi shumë, edhe ky është një faktor që ne jemi shumë dhe jemi të bashkuar. Dhe aq më tepër që feja është një nga arsyet që na bashkon edhe më shumë. Urime, ju lumt, faleminderit shumë xhamis, shqiptarën të Toronto, faleminderit shumë organizatorëve, gjithë komunitetit edhe bordit. Uroj që viti tjetër të ju gjej me vizionin tuaj realitet. Pash një vizion shumë të fuqishëm dhe inshallah ju bëft mbarë Zoti me lutjet tuaja dhe me shërbesat që ju bëni që të jetë ajo një xhami që do jetë një aset, një vlerësuar për gjithë ne dhe aq më tepër një shembull shumë i mirë edhe për shtëpinë tuaj të dytë për Kanadan. Uroj që me këtë shembull të mirë bekimet të shkojnë edhe për komunitetin dhe për bashkësinë shqiptare, që dhe shtëpia e shqiptarit të hapet shumë shpejt, që e cila do jetë një qendër që do të bashkojë gjithë shqiptarët. Ne më rret ambasadorëve të shtetet tona që janë shqiptar, të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut, unë ju përcjell për gëzimet e tyre dhe ndjes për pa mundësinë që të ishin sot prezent këtu me ju për arsye të ndryshme. Dua që t'ju them gëzuar dhe nga ta, t'jeni mirë gjithë edhe urimet më të mira. Faleminderit shumë. Bekimi. Ju falenderoj zonja ambasadore. Gjithashtu sot dhe na kemi të ftuar edhe nga përfaqësues të shoqatës shqiptare në Kanada. Ju falenderoj që keni ardhur. Dhe tashi një falënderim special për gjithë ju, vllazën e motra. Më mbushet zemra me krenari të madhe kur shoh kaq shumë prej nesh këtu, të bashkuar që ta bëjmë realitet vizionin ton. Për ata për jush që nuk ishin të informuar ose nuk patën mundësi të jenë në faljen e Bajramit, ne kemi filluar një udhëtim, një përpjekje kolektive për të ndërtuar një xhami të re, një qendër të re komunitare që të shërbejë si zemra e identitetit ton këtu në GTA. Kjo qendër nuk do të jetë thjesht një ndërtesë. Ajo është një simbol, një shpresë, një hapësirë e dedikuar ku mund të mësojmë rreth besimit ton, të zhytemi në bukurinë e gjuhës ton dhe të mbajmë gjallë traditat tona të lashta mia veçare. Përgjigjja që morëm atë ditë edhe këto ditë pas asaj ka qenë jashtëzakonshme vllazën e motra. Gjeneriteti juaj, pasioni juaj dhe besimi juaj i palëkundër në këtë ëndër na ka ndezur një zjarr që premton të ndriçojë të ardhmen tonë. Vetëm për një javë ne kemi marrë zotime për $581,200. Elhamdulillah.
Një pjesë e këtyre është paguar, pjesa tjetër do bëhen donacione mujore. Çdo donacion që bëni, pavarësisht sa i madh është ai, na afron drejt këtij realizimi, të kësaj ëndri. Çdo akt mbështetjeje është një akt dashurie dhe përkushtimi ndaj një të ardhmeje ku fëmijët tanë do rritën të rrethuar nga bukuritë e traditave tona. Një ardhme ku do të flasim me krenari gjuhën tonë shqipe, do festojmë besimin tonë dhe do vazhdojmë trashëgiminë e popullit tonë. Le të na nxjisë një moment i këtyre ditëve për të arritur, mandje edhe të kaluar qëllimin tonë. Ju inkurajoj të shpërndani këtë njoftim, të ndani ëndrrin tonë me miqtë tuaj, me familjet tuaja, në mënyrë që së bashku të ndërtojmë jo vetëm një qendër komunitare, por një shtëpi për identitetin tonë. Një dritare që ndriqon si dëshmi e qëndrueshmërisë dhe krenarisë sonë si komunitet shqiptar në GTA. Unë qëndroj sot këtu para jush me një vizion të qartë dhe një qëllim ambicioz. Të mbledhim $8 milion për të ndërtuar këtë qendër komunitare sa më shpejt që të jetë e mundur. E di që për dikë do duket kjo shifër sfiduese, për vllazën dhe motra. E di se kur ne jemi gjithë bashkë, kjo ëndër bëhet e realizueshme. Pasioni që keni treguar këtë javë na jep prova se së bashku mund ta kalojmë edhe këtë sfidë. Inshallah, Zoti ju ka pranu agjerimin për muajin e Ramazan. Faleminderit të gjithë që keni ardhur sot. I want to begin to thank our sponsors first. Because of them, the prices of the tickets were lower than usual. Agim Sturmoli from NANR Plumbing. Again, for 2 years in a row, a very large contributions from him. God bless him. Fatan Sherevovsky and Chenan Armedovsky from Professional Gutters. Serena Motors, Fatos Marina. The infamous Sado Mehmeti from Lofranco, Professional Lawyers. God bless all his work that he does for you guys. The usual Old Mill Pastry and Deli, Nazim Shafleshi, on top of every single week donating bureks that we sell at our Jami that goes straight to the Jami Fund. Fazli Taka, FC Welding, Eagle Fencing, Errol Sermanovsky, our beloved accountant, Uli Bichiri Professional Corporation. Every year, he does our complicated corporate taxes free of charge. Canadian Auto Performance, Darda Animini. Metalla Digital, Florin Metalla. Florin Metalla is the beautiful digital marketing things you see on our website, on our Facebook, on our emails. He's responsible for all the graphics that you see. I think we did a very nice modernization of our mosque, all thanks to him. So God bless him for all the efforts that he made, every graphic look a little nicer. Even the tickets that you have in your hands, I'm sure they look a lot nicer than 5 years ago, and that's all thanks to him. Yulzim Krasnichi and Ahmet Elizai from Concrete and Drain Incorporated. Thank you, Yulzim. Even just for today, thank you. God bless you. You made today happen, so much easier for us, for the board. And then 3 individual, in loving memory of Ilmi Bulukbashi, Nuri Shefkiu, our legendary treasurer for many decades, and Sami Shabani. So these 3 do not have companies, but they wanted to support today by giving donations just for today's dinner. So I don't want to speak in Albanian because maybe Dritan has broken English, I have broken Albanian, and I've been speaking too much. But for another reason, your children don't want me to speak in Albanian because they say they don't understand me. And I wonder why that is. I think it's because we don't have that Jami we keep trying to get.
They don't understand my Albanian. That's kind of a little problem. Something we clearly need to work on. Many things have been repeated before. I'd like to say this. First of all, thank you again, Ambassador from Albania. You had beautiful words, and you said something very beautiful. There are many organizations in Canada with Albanians. But what she said, it's our faith that strengthens us. It's our faith that will protect the Albanian language. It's our faith that will protect Albanian culture. We are the only ones here that can promote sustaining what it means to be Albanian. That is Albanian Muslims. There's a special thing that happens when you are an Albanian and you are a Muslim. It makes us hold an event with nearly 500 people without any issues, without any fights. This is all because of our religion. There's no alcohol in here, right? And look how well we get along. This is something that we have to be very grateful for God giving us this beautiful religion. So this new mosque we want, we keep saying it's a new mosque, but it's obviously much, much more than that. There's many mosques all over Toronto, Mississauga. We can pray anywhere. Faleminderit shumë ambasadore, se ka takim tjetër, Zoti shpërbleft që ke ardhur. Faleminderit. But the whole thing is we need a mosque as a community center. We need the mosque so your children, and perhaps even me, I can learn the Albanian language a little bit better by going to Islamic school. I asked, as you saw our students here, how beautifully they recited the Albanian language. If you have a child, please bring them to our Sunday school. Because it will only be your fault in 10 years, 15 years, if your child becomes 20 years old, 25 years old, and can't say much more than CAIMIA. It's your responsibility. The only way we can preserve our language and our culture is if we get a bigger community center. Sami bukur, po më dje